Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, që ja ku po ritakohemi edhe një herë në kanalin ton Rrëfime Jete për të rrëfyer edhe një herë kronologjinë e ngjarjes në fakt së Refit Buzit apo i njohur si Nertil Buzi, djali 35 vjeçar i cili bëri një krim të rënd në familjen e ish bashkëshortes së tij duke vrarë ish vjerin, duke plagosur ish vjerën dhe duke marrë peng ish bashkëshorten e tij. Ne kemi arritur të sigurojmë, domethënë, informacionet se si ka ndodhur ngjarja, për sa para bëhet fjalë në pyetje. Domethënë janë tek 180.000 euro në pyetje që kjo familje i ka patur dhe për atë arsye ka arritur situata deri në këtë pikë. Ngjarja e rëndë që e tronditi opinionin publik ku mëngjesin e 24 korikut, Refit Buzi, 35 vjeç, vrau me armë gjahu ish vjerin Kosta Plaka dhe plagosi ish vjerën Belere Plaka. Kosta ndroi jetë në vend, ndërsa bashkëshortja e tij mbeti e plagosur rënd. Ajo u transportua me urgjencë në spitalin rajonal të qytetit të Fierit, ku ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale që zgjati më shumë se 5 orë ndërhyrja, por nuk arriti që t'ju mbijetoj plagëve të marra. Pas ngjarjes së rëndë, 35 vjeçari mori peng ish partnerin e tij Rozalinda Plakun dhe u fshe në fshatin Cukalat të Beratit. Rozalinda Plaka u lirua disa orë më vonë gjatë operacionit të policisë, teksa po zhvilloheshin negociatat me Refit Buzin, i cili kishte me vete edhe armën e zjarrit. Pavarësisht negociatave të pandërprera të efekteve të policisë që zgjatën rreth 7 orë, 35 vjeçari refuzoi të dorëzohej dhe i dha fund jetës duke kryer vetvrasje. Lidhja 9 vjeçare, do me thënë 9 vite kanë qenë në lidhje, mes Buzit dhe familjes së vajzës Plaku dha shuma prej 180.000 pound. Paratë e përfituara nga aktiviteti kriminal në Britaninë e Madhe dyshohet se u bën shkak fillimisht për ndarjen mes Refit Buzit dhe Rozalinda Plakës. Ngjarje e cila ditën e premte përfundoi me 3 viktima. 24 vjeçarja vionte studimet për infermieri në Tiranë, ndërsa autori ishte kthyer nga emigracioni pas disa vitesh në Angli. Dyshja kishin një lidhje 9 vjeçare. Konfliktet mes tyre kanë qenë të vazhdueshme, ku sipas familjes të vajzës, Refit Buzi, i njohur edhe si Nertil Buzi, i ka drejtuar të resë edhe armën, ndërsa u vu në arrest disa herë duke u liruar sërish. Nga ana tjetër, prindërit e Refit Buzit, gjatë një interviste për mediat ditën e 24 korikut, hodhën akuza ndaj familjes Plaka, duke deklaruar se djali i tyre i kishte dërguar Rozalindës rreth 180.000 pound gjatë kohës kur jetonte në Britaninë e Madhe. Në Britaninë e Madhe, para që familja e saj refuzoi që t'ia kthente. I ka dërguar para. Pastaj familja Plako ka refuzuar që t'i kthen këto para. Prindërit e 35 vjeçarit deklaruan se mosmarrveshja për këtë shumë monetare ka qenë në qendër të konfliktit mes të dy palëve. Mua s'më thon gjë, vetëm punë lekësh, thot. Iku çuni andej, pastaj u shkëputën, thot i ati. Ajo iku në Tiranë, ky i dërgonte parat që andej nga Anglia, e denoncoi ajo, e futën çunin brenda dhe ndenjë çuni 4 muaj. Ata duheshin me njëri tjetrin, por më pas u zun. Ne kishin
ne kishim bërë edhe fejesën, thot familjari, por pastaj nuk donte më ajo, do të thënë ajo ka kërkuar që të ndahet nga Nertili. Nuk e di pse e la, por pse i mori lekët? Këtu mbetet pikpyetje. Fliste në telefon me çupën dhe ajo i thoshte nuk më lë babi me mamin të t'jap lekët. Kanë thënë prindërit e Refit Buzit. Po bënte 3 vite që ishte kthyer në Shqipëri, se është marrë edhe me mua nëpër spitale. Ishte mbrëm në shtëpi, u ngrit herët në mëngjes, mori edhe çiften pas dere, nuk e pam. E ka marrë që në darkë i bie. Kur erdhi policia këtu, na kërkoi çiften e pam nuk ishte. A ishte në hall të madh, i kemi rënë disa herë në telefon djalit dhe nuk e ka hapur. A ka vdekur kush nga ata? Nuk dim çfarë të themi më. Edhe po të kisha vdekur tani, nuk kam ça them më. Nuk e mendoja kur tër jetën, po shkoj 82 vjeç dhe nuk e kisha menduar kur. Ajo vajza thoshte që unë dua, por s'do babi dhe nëna. I kam thënë djalit, këto të ardhura i ndani në gjysëm, por prindërit e saj nuk kanë pranuar, ka deklaruar babai i Nertilit. Do të thënë babai thotë që, sipas deklaratës së zotërisë, 82 vjeçarit, që familja e vajzës në fjalë kanë qenë kundër kësaj marrëdhënie, por në një farë mënyre i kanë mbajtur lekët peng. 35 vjeçari në 2022, siç e kemi thënë, është marrë peng në Angli nga 7 shqiptar për një shumë prej 400.000 poundësh. Aso kohe u raportua se autorët e pengmarrjes ishin pjesë një grupi kriminal nga Vlora që kontrollon disa shtëpi bari ngritur në Manchester dhe qytete të tjera të Anglisë, ndërsa Buzi u keq trajtua për 12 ditë me radhë. Hetimet për ngjarjet troditëse vazhdojnë, ndërsa dëshmia e Rosalindës plakës pritet të hedhë dritë mbi këtë ngjarje ku mbetën të vrarë prindërit e saj dhe ish partneri. Tani do me thënë dëshmia që do t'jep Rosalinda do ta tregon të gjithë të vërtetën në fakt se si qëndron e vërteta kundër drejt Nertil Buzit. Do me thënë prindërit e Rosalindës, babai dhe nëna mbetën të vrarë, gjithashtu edhe ish partneri i saj. Ka dalë një video nga policia e shtetit ku duket Rosalinda që po shpëton nga policia, do të thënë që ka marrur Rosalindën në dorë edhe e dërgojnë drejt furgonit për ta çuar patjetër në rehabilitim. Mua më vjen shumë keq, edhe një herë shpreh ngushëllime, më vjen shumë keq për këtë ngjarje që nga miqësia janë kthyer në armiqësi, por në këtë rast edhe prindërit duhet të mendojnë pak më gjatë.